Neni 86 thotë se zgjedhja e presidentit duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, por ky ne nuk parasheh pasojat çka nëse një gjë e tillë ndodh. Kurse neni i cili flet specifikisht për shpërbërjen e kuvendit, pra është neni 82, i cili thotë, pra siç e ceka edhe më herët, që nëse brenda afatit 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes nuk zgjidhet presidenti i Republikës së Kosovës, mund të shpërbëhet kuvendi. Dhe ju e dini që ne nuk e kemi filluar procedurën e zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës. Fillimisht ka qenë procesi i konsultimeve, takimeve të cilat kryetari i lëvizjes vetëvendosje kryeministri Albin Kurti ka pas me partitë opozitare në synimin tonë që të vijmë deri te një emër konsensual, i cili do të ishte i pranueshëm për të gjitha partitë politike. Ju e dini, i keni përcjell nga afër këto takime, pavarësisht përpjekjeve tona, opozita nuk e ofroi asnjë emër konsensual me cilin ne do të mund vazhdonim tutje, dhe pastaj erdhi propozimi në fakt nga PDK-ja për propozimin e kandidatëve të partive politike. Ne edhe në këtë frym nuk kemi vepruar, vetëm 30 orë para përfundimit të këtij afati e kemi propozuar emrin e Glauk Konjufcës, dhe krejt vonë, më duket 3 orë para përfundimit të këtij afati e kemi propozuar emrin e deputetës Fatmire Muhaxha Kollçaku, sepse vazhdimisht kemi insistuar që të krijohet një kohezion në mënyrë që të vazhdohet tutje me zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Pra, gjithçka që ka qenë në dorën tonë si lëvizje vetëvendosje, si mazhorant, si parti me një numër më të madh të deputetëve në kuvendin e Kosovës, e kemi bërë, por fatkeqësisht kemi hasë në një qasje bllokuese nga ana e opozitës, e cila pak a shumë i ngjan asaj qasje së legjislaturës së 9, e cila për shkak të numrave që ishin më pak se në këtë legjislaturë, nuk arrinim dot ta zgjedhnim emrin e kryetares së kuvendit, pastaj saga vazhdoi edhe në gjykatën kushtetuese dhe ju e dini si përfundoi. Por ne Po e bëni një krahasim ku numri i votave nuk është i njëjtë, pra për kryetaren e kuvendit nevojiteshin 61 vota, kurse tash nevojitet një konsensus më i madh politik me 2/3 e deputetëve. Absolutisht, po ajo çka paralelja ime ishte për qasjen të cilën ne po e kemi si lëvizje vetëvendosje. Pra, ne jemi mundu edhe atëherë, edhe në këtë proces që të jemi jashtëzakonisht shumë bashkëpunues, kemi ofru alternativa, mundësi, kemi ofru bashkëpunim edhe me partitë opozitare, edhe atëherë dhe tani. Që i keni në tavolinë? Ne, për shembull, në takimet të cilat i kemi pas me opozitën, ju kemi kërku vazhdimisht që të vije deri në një emër konsensual. Me që opozita nuk ka pas asnjë emër konsensual, ne kemi propozuar dikën nga familja Jashar. Ju e dini që ata u tërhoqën, por ky ka qenë si propozimi joni në mënyrë që të ketë një figurë që... Është emër që e ka refuzuar opozita.